Ata janë gurët, se kanë qenë gurët pa u bën tempujt. Po mos ishte ky, as kalara nuk do shifnim, leqe nuk do rrinim dot me fjalë, nuk do kishim bazament. Ishte ky që u bën tempujt. Prandaj për mua nuk është thjesht të respektoj atë që unë bëj, por unë respektoj atë që quhet struktura e tokës, kocka e tokës, ajo që mban tokën, skeleti i tokës. Edhe qofse respektohet për të mirën e së mirës, atëherë ai është përjetësi, mbi gjitha është përjetësi. Guri është përjetësi. Njeriu i gurit do më pëlqente ta quaja skulptorin Gëzim Hidri, sepse raporti i tij me gurin është një dashuri. Ti e dëgjon kur flet Gëzimin për gurin dhe në mendje krijon raportin e tyre të thellë, reciprok, Gëzim gur. Një evoluim i brendshëm i kthyer në art, një simbiozë e mrekullueshme që jep rezultat. Udhëtimi drejt Librazhit për ta takuar artistin Hidri në studion e tij është kënaqësi më vete. Është një histori personale dhe profesionale që lëviz nga Shqipëria drejt Greqisë e më pas Anglisë, për t'u rikthyer sërish Librazhit të tij, ku guri merr jetë fal dashurisë, sëmendjes dhe punës. Tani, Gëzimi, krahas punimeve të tjera, ku përfshihet dhe mozaiku për 100 vjetorin e pavarësisë, vepra këto që të japin të gjitha emocion, ka arsye të krenohet me veprën e jetës së tij, siç e quan ai. E ka quajtur Njeriu mozaik. Është realizuar për 9 vite dhe 9 muaj. Filloi në 2006 në Angli dhe përfundoi në 2015 në Shqipëri. E gjithë vepra është bërë me gur natyral nga të gjitha kontinentet. Dimensionet e saj janë 258 cm gjerësi, 153 cm lartësi, peshon 305 kg. Krenaria e skulptorit Gëzim Hidri bashkohet me rrëfimin e tij të ndjeshëm para tij. Raporti yt me vendlindjen. Është vendlindja për mua është Gaia, është forca e gravitetit. Nuk mund të ndahem dot nga fëmijëria ime, nga natyra me fjalë që më rriti mua. Domethënë, kjo është raporti që mund ta përmbledh, është forca e gravitetit për mua. Çfarë ka bërë ikja, emigracioni me Gëzimin dhe me dëshirat dhe pasionet e tij edhe përkundrejt gurit? Unë kam ikur për njëherë mbas grevës surisë, jo që desha të ikja, po isha i detyruar, domethënë më ndiqte sigurimi i shtetit 326 që të më vriste. Do të bile kanë ardhur, kanë kontrolluar këtë në fshat, në shtëpi, po mos i themi shumë gjatë ato se edhe unë aty trishtohem. Por më tepër pasaj me që ika, isha shumë i etur për të parë aftësitë e mia, për shembull, që unë mund të ballafaqohesha në çdo lloj kuadrati apo vendi që unë ndodhesha. Dhe ka ndodhur që në momente të caktuara jo vetëm je ballafaquar, por je ndjer krenar me veten për atë çfarë ke përfaqësuar? Sigurisht jam ndjer krenar me veten, sepse kur nisesh, domethënë që në rastin tim qelloi emigrimi, unë e quajta veten që jam një ushtar i Aleksandrit Azem. Nisem për një synim. Nisem që të arrij një fitore, të arrij domethënë atë që mua më zgjonte dita ditës, më lindet mendoja dita ditës, më lindet ta shikoja kohën dhe ta shikoja kohën edhe ta shifja në perspektivë, pa ditur për shembull se si do avancoja. Çfarë gjurma kanë lënë tek ti
prindrit e tu? Si është gdhëndur figura e nënës dhe e babait në qenien tënde? Unë babajnë tim e kam quajtur një tempull, do më thënë në familjen time, kurse nënën e kam quajtur ajo që kujdesej për tempullin. Rikthimi në Shqipëri, rikthimi në Librazhd, është për ty vetëm çështje kënaqësie, çështje sfide, apo është jeta në vazhdimsi? Unë them janë shumë gjëra, por për Anglinë desha të thoja që në kompanit ku kam punuar, unë kam qenë kompanit më prestigjioze, do më thënë më jam besuar punë shumë serioze, kam gëdhendur atje dhe kam mësuar me fjalë edhe vetë angles me fjalë se si dëgjohet tingulli i daltës, por gjithsesi, unë nuk ja vej fajin governatorit apo shtetit në këtë rast. Ata më dhanë mua një elektrik, më futën në një underground, në tunel, edhe ata e dini se kur do i maron të bateria elektrikut. Edhe mu desh shumë kohë me fjalë që të përplasja kokën majtas djathtas të dal nga ajo errësirë. Por edhe pse më kthyen këtu me fjalë, unë nuk mërzitem se kam thënë këtë gjë, vi nga një vend, vi nga një popull që njeh trahanin e Hasan Zyko Kamberit. Unë nuk i friksohem, ana monetare për mua për shembull është diçka jo primare. Ana monetare për mua është diçka që të më ndihmoj mua të më shërbej për unë të arri konkluzionin tim, të arri përfundimin tim. Po jo që është ana primare, sepse unë me atë që ju do shikoni mas pak, unë kam bërë revolucion në artë, edhe jam i bindur që kam bërë revolucion në artë, sepse deri më sot atë që unë kam bërë për shembull nuk e njeh historia, di që është bërë një mozaik i përkryer në kohën e Uvës të Janit, vitet e 6 mbas Krishtit, apo jo në këtë për pikëmëri, sepse unë i kam dhënë shpirt asajt mbi të gjitha, edhe ajo do jetë me fjalë guri i fundit në qoftë se toka do bëjë thërrime. Mozaiku nuk do vdes kurrë, vetëm do shpërngulet, se i thyer është. Nëse do të lija, si thua të vetëm këtu, a shërben kjo, për çfarë shërben kjo që s'mund ta quajmë poligoni natyrës, po i quaj? Kjo është gjësia për mua. Tani unë anglezët ose ata nuk kuptuan diçka për shembull që më sollën mua aty ku unë ushqehem. Kurse atje unë shumicën e kohës do ta kaloja duke bredhur nëpër kompanit që mbledhin gurin nëpër botë, më duhet kjo pjesë, më duhet ajo pjesë, më duhet kjo porosi, më duhet ajo. Kurse mu këtu mi ka dhënë Zoti për shembull, këtu janë gjithë bojrat e Rubensit, të ngrira, të zmadhuara. I ka lënë natyra. Çfarë përfaqëson për ty guri? Guri për mua në radhë të parë është struktura e tokës, është bazamenti i tokës, është ai 20-25% që i skeletit që mban gjithë rruazullin tokësor, sepse toka unë e di që ka 7% ujë, 5% të vdekura, 25% i ka kockë, unë e quaj kockën e tokës. Edhe mundohem me do e mos ta respektoj, atë do me thënë me më të madhen, me respektin duke transformuar dhe duke i dhënë me fjalë bukurinë dhe misteriozitetin që ka vetë guri brenda vetes. Këtu në këtë punisht e zakonisht, unë marr gur asimetrik, si që ka lënë zalli, apo si që ka lënë vetë mali, edhe duke studiuar, arri nxirr konkluzionin se për çfarë duhet ai gur që ka shekuj dhe vite dhe miliona që ndodhet aty. Që të jetë sa më pranë, domethënë, sa më pranë syrit të optikës njerëzore që ndodhen sot lart në rruazullin tokësor.
Të krijosh një lidhje që ecën me kalimin e viteve, një raport konkret me gurin. Ka qenë e lehtë apo e vështirë për ty dhe kur ka filluar kjo tërheqje ndaj gurit? Unë të them, kam qenë shumë i dashuruar me gurin që në moshë të vogël. Dhe kur e stërvit veten që në moshë të vogël, vjen një moment, sigurisht që nuk ishte e lehtë të kapësh të lehtën, por vjen një moment që bëhet më e lehtë në qoftë se e di. Sepse e ke marrë, domethënë, që në fëmijëri atë kulturë që në çmë mënyrë mund ta godasësh gurin, pa e dëmtuar atë dhe të hysh në zemrën e tij, të hysh në brendësitë të tij. Kur flasim tani në këto stad të profesionalizmit tonë për gurin, flasim si për një gjë konkrete, apo edhe si diçka shpirtërore? Për mua radhë të parë unë e shikoj si diçka shpirtërore. Nuk e shikoj për shembull thjesht është një gur konkret, por e shikoj që brenda atij guri ndodhet diçka. Brenda atij gurit ka atë misteriozitetin që unë me mall të madh pres që të arrij ta shikoj, domethënë, atë që ai ka brenda. Sigurisht që është shumë i vështirë, sidomos ky gur i zi është nga familjet e granitit, por për mua nuk ka qenë e vështirë të bëj edhe monumentet prej guri. Domethënë unë merrem nga më e madhja ke skulptura anatomike, artistike, deri domethënë ke motive të ndryshme, me fjalë që japin larmishmëri, me fjalë objekteve që mund të ndodhen për qark nesh në shtëpi apo në sallone apo kudo. Duke punuar gjithashtu duke i vënë edhe stilizimin, duke bërë dhe stilizimin që ky gur mua më pëlqen, sepse në qoftë se unë e lucitoj më tepër, ai bëhet më i errët. Në qoftë se unë e mbaj në gravur, ai bëhet si gri. Domethënë një gur është gjëja më e çuditshme të krijosh 5-6 tonalitete. Domethënë gjë që ke guri bardhë për shembull humbet tonaliteti, shkojmë vetëm ke një tonalitet. Ky është bukuria e gurit të zi. A ka momente kur raporti me gurin në gjithë të historitë tënde jetësore, personale dhe profesionale, të ka magjepsur vërtet dhe ke thënë, what? Unë tani në këtë moshë kuptoj me fjalë që me të vërtet unë kam gjetur, domethënë, kam gjetur talentin tim brenda dhuntisë time, sepse vetja ka 2 vete brenda, apo jo, vetë themi. Po unë mendoj që problemi është sepse do ta kuptojnë dhe njerëzit që një vete quhet dhunti, ta jep Zoti që ditën që ke lindur, kurse vetja tjetër është më e vështirë, është talent për të gjetur se kush je ti. Domethënë ajo është rruga më e madhe, të gjesh veten dhe për çfarë ndodhesh brenda vetes. Gjithsesi, unë do ju sqaroj për shembull që gurët komplomerat janë shumë bukura, por para se dalim atje, nga guri më i madh, që ta respektojmë komplet gurin, unë nuk dua ta basardoj atë, ta bëj beton, apo ta shkërmoj që të bëhet rër, apo kujdiun. Nga copa e madhe që është masive, më pëlqen për shembull ta transformoj duke e bërë motiv mozaiku. Domethënë që prapë është i domosdoshëm, nga më e madhja deri ke më e vogla, në qoftë se i gjen vendin përkatës ku ai duhet. Si ndihesh sa herë futesh në këtë që quhet, unë e quajtë mbretëri, kurse ti e quajtë poligoni yt? Kur them është poligon, për shembull, është poligon sepse djersitem në këtë poligon. Por aman më pëlqen sepse është tempulli im. Domethënë më jep mua atë fuqi që arri dëgjoj tingullin e daltës kur i sill me çekiç gurit. Domethënë ka ndjesinë e onave, ka ndjesinë e mirave e shekujve të kaluar. Ka atë retrospektivën mbrapa që dëgjon me fjalë të gjithë luftrat, patkojnë të kuajve, dëgjon shumë gjëra brenda gurit. Në qoftë se ke vëmendje dhe dëshirë për atë dalë që të jep tingullin e asaj dere. Tashme unë ndeshja t'ju dëfteja diçka që për mua është gjithçka.
Kur them që e shikoj me vëmendje gurin, apo atë që më ka dhuruar natyra, më nxorri mua që unë të dëftej sot përpara kamerës tuaj atë që quhet trajektoria e rrugës së embrionit brenda boshtit numerik. Përpara se të shpjegoj trajektoren e rrugës së embrionit në boshtin numerik, XY, do më thënë boshti i rezistencës X-i dhe Y, boshti i kohës. Desha t'ju dëftej me fjalë embrionin, derisa fola për embrionin. Prandaj me fat, që ky gur komplomerat, unë kam gjetur fasulen. Kjo është embrioni brenda gurit. Do më thënë, ka dhe shtresat, plazmën e ato, po gjithsesi desha ta filloj nga rruga e embrionit në trajektoren e rrugës së embrionit në boshtin numerik. X, Y, zeron e kemi këtu. Atëhere, kur rruga e embrionit u takua me boshtin e kohës, boshti i rezistencës psoj goditje të madhe, është koha e Noes. Do më thënë, është shkëputur, këta e ka bërë Zoti, se kam bërë unë. Ky është një gur, nuk e kam hequr as ansoret, thjesht e kam prerë tërthor, edhe arrita gjeta këtë bosht numerik. Kur erdhi rruga e embrionit, u takua me boshtin e kohës, psoj boshti i rezistencës goditje, plakat arkitektonike. Koha e Noes. Për këtë mu Zoti më ka dhuruar që kam gjetur edhe dhemp mamuthi brenda gurit, po ky gur unë punoja në Angli, atëherë është marrë nga Portugalia. Edhe ky dhemp ka qenë brenda. Tani vazhdojmë më lart. Kur boshti mbas Noes vazhdoi, do me thënë, kur rruga e embrionit vazhdoi edhe u takua me boshtin e rezistencës, me X-in, psoj goditje koha. Do me thënë, u nda koha lindi Krishti, u nda koha para Krishtit edhe koha pas tij. Por me bosht numerik të zmadhuar, unë kam nxirr që jemi 21 milimetra larg Krishtit. Do me thënë, jemi dhe 5 milimetra larg Da Vinci-t, Michelangelos. Po e lejmë këtu pjesën tjetër, kemi rrugë për të bërë. Kjo vazhdon akoma. Rruga e trajektores e embrionit, rezistenca, do me thënë, e embrionit vazhdon. Është jeta jonë sot, këtu në shekull 21. Po kemi shumë rrugë për të bërë, derisa të arrijmë te asteroidi blu. Gjithsesi, ne do ta lejmë këtu që ta lidhim me pjesën e mozaikut që unë kam në studion. Do t'jesh kokfor sigurit? Po në një farë mënyrë ndoshta jemi të lidhur, të martuar me gurin që kemi dhe ne atë kokfortësi, domethënë që na ka lejuar që të depërtojmë brenda tij. Ku mbaron arti dhe ku fillon industria në këtë punishte, në këtë poligon? Art për mua në radh parë përbëhet nga 3 germa. ART. Edhe për mua art do të thotë gdhendja e kohës nga njeriu. Nuk bëj vetëm unë art. Art bën edhe çdo njeri në jetë, me fjalë bën art, në qoftë se shikon çdo gjë me syrin e artit. Unë e quaj gdhendjen e kohës, domethënë të gdhendesh kohën për atë mirësi që do t'i sillësh njerëzimit apo vetes tënde apo shoqërisë apo kudo. Kjo do thot art për mua. Për mua arti nuk është se fillon këtu. Për mua arti ka filluar me fjalë që në kohën që ma ka vënë dam Zoti mbrapa shpine që ti je për këtë punë. Domethënë. Edhe unë mendoj siç ka lindur Akili për luftën e Trojës, siç lindi Akili për luftën e Trojës, edhe unë kam lindur për gurin. Domethënë është ajo që dashuroj unë. Jeni një? Sigurisht. Jam e familjes gurit që ka ekzistuar me fjalë brenda familjes kohës. Të marrësh vendim për të gdhendur të vështirën është ke fituar, domethënë është diçka superiore, mendoj unë. Ka enigma guri? Guri gjithë enigma është. Guri, po të trafton.
Do thënë në mes të punës për shembull ai në qoftë se nuk i këndon gurit apo të dish ti ta godasësh, ai të le në mes të rrugës ose ta mërzit për shembull që ti kurrë më mos ta cekësh atë. Domethënë ai thotë unë fitova. Mirë, po qëllimi është që të ecësh, domethënë, edhe duke e pyetur atë. Unë nuk e shikoj gurin thjesht, hajde është një copë guri. Unë ta thash që në fillim, guri për mua është pjesë e organizmit. Toka është një organizëm që rrit e merr organizma. Neve na ka lënë një shans me fjalë, sepse mirë toka e lind vet organizmin dhe e merr. Kurse ne njerëzve na ka lënë një shans toka që kurrë ne mos ta kuptojmë që dhe ne e marrim organizmin në tretjen e një kufome, do ushqet molla, do rritet, do ham mollën, do ham këtë, do ham atë. Kështu që na ka lënë këtë shans toka. Që ne mos shohim me sy tanë për shembull atë që nuk do deshim të ishim atëherë. Ka pasur dhe ka momente që guri të ka lumturuar, guri të ka trishtuar. Të them të drejtën, nuk kam arritur akoma ke trishtimi. Më ka quar, do më thënë, në amin, kam prerë gishta, kam thyrë gishta, kam çare, ashtu, po prapë si prapë asnjëherë nuk jam zemëruar. Më mirë le të jetë ai superior ndaj meje, se sa unë ndaj atij. Unë gjithmonë i lutem atij. Guri mua më respekton, duke më lënë shansin mua që të çoj idenë time deri në fund. Kjo është e gjitha që unë e dashuroj atë, sepse edhe ai më ka besuar mua. Emri? Gëzim. Mbiemri? Idri. Ditëlindje? 17 mars 69-s. Vendlindje? Në Librazh. Shenja horoskopit? 17 mars, peshku. Që do të thotë? Arratia e peshkut kuq. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Unë natyrën time me fjalë asnjëherë nuk e kam thënë që e pëlqej, por kur kam arritur që kam nxjerrë mendjen që ta shoh fosfori i syrit me fjalë ke guri, kam thënë një wow, me fjalë qen kam, ose pas kam ardhur për të ardhur, edhe nuk do iki. Stina që pëlqeni? Të katra stinët më pëlqejnë edhe nuk mund t'i ndaj dot nga njëra tjetra, por pranvera për mua është diçka frymëzuese, kurse vjeshta për mua është i shikoj gjërat me potencën e ngjyrës që ka kjo tokë. Ju pëlqen më shumë dita apo nata? Nata më pëlqen shumë me fjalë të mendoj, kurse dita më pëlqen shumë të veproj. Domethënë unë punoj si sklav dhe mendoj si artist. Çfarë është guri për ju? Kocka e tokës, e kam thënë, guri është skeleti që na mban gjithë. Çfarë ju lumturon? Lumturia më e madhe është me që më ka lënë Zoti me fjalë dhuntinë e kësaj që unë bëj. Çfarë ju trishton? Në qoftë se më trishton ndonjëherë koha që mundohem të arrij edhe ta shikojnë syt sa më shpejt atë që kam në kokë, edhe vazhdoj dhe nuk e mbaroj dot. Cili është shqetësimi juaj krijues në këto momente që flasim? Të them të drejtën, gjithmonë shikoj dhe mundohem në perspektivë në mendjen time për të avancuar në rrugën që unë e kam decizion, e kam rrugën e Zotit, domethënë rruga ime është kjo. Cila ka qenë dhe mbetet filozofia e jetës suaj, një lloj moto e jetës suaj? Moto e jetës time dhe filozofia e jetës time është, nuk e them vetëm për vete, po e them mbar për gjithë njerëzimin, që të gjithë njerëzit duhet të kuptojnë me fjalë pse kanë ardhur, sepse unë filozofinë time e kam, nëse ke ardhur për të ardhur, do jesh i ardhur, nëse ke ardhur për të ikur, asnjëherë nuk e ardhur. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një grua? Për mua jo vetëm gratë, po çdo lëvizje organizmi për mua është një siluet brenda atmosferës. Domethënë mua më pëlqen për shembull negativiteti që lejnë ata brenda atmosferës. Lëvizja e tyre për shembull kupton negativitetin që lejnë. Domethënë është si një skulptor që do bëj një kallup skulpture, edhe kur lëviz këtu ka lënë negativitetin
domethënë edhe kjo mua më pëlqen, domethënë edhe më duket sikur e shikoj her pas here, domethënë këtë lëvizje. Silueti i organizmit është marramendës, por që të arrish të kapësh fragmentin, domethënë është diçka shumë e vështirë. Besoni dhe ku? Besoj në Zot. Po më tepër besoj ke Perëndia. Sepse Perëndia është nëna e zotërve. E para shkruhet Perëndia, domethënë, edhe Zoti shkruhet tjetër. Kurse Zoti është një Zot që ka lënë në këtë tokë, se një Zot tjetër e ka lënë në hënë, një Zot tjetër mund ta ketë lënë në Mars. Atë ne akoma nuk e kemi parë. Muzika që pëlqeni? Mua më pëlqen më tepër me fjalë muzikat çlose, domethënë nuk jam shumë i dhënë në tingullin shkatarrus apo tingullin të ndus, domethënë ke ose mund të jenë shumë të bukura, por tingulli domethënë atë lloj muzike tegër ta zem, më duket sikur më çan kitaret e trurit, domethënë membranat e trurit, domethënë nuk e duron perdja ime trunore, domethënë rezonancën e muzikës fort. Më pëlqen për shembull këto klasiket, domethënë simfonitë, domethënë kënaqem me këto. Pastaj unë muzikën e kam quajtur arteri i atmosferës. Koncepti juaj për jetën dhe vdekje? Unë di të them që jam sepse kam qenë. Ndodhem sepse po ju a tregoj, edhe do jem se nuk e di se sa do më vinë mbrapa. Cilat janë pasionet të tjera tuaja? Të them të drejtën, pasioni më i madh i imi me fjalë është kjo që unë bëj, dhe e dyta pasioni më i madh ose hobi më i madh është noti. Domethënë më pëlqen shumë gjimnastika, noti, domethënë pavarësisht sepse nuk jam, domethënë koha ime nuk është shumë, por kur iki që shikoj elasticitetin e ujit ta zem në det, me fjalë nuk më bën këmbë të kthehem. Mi po duhet kthehem sepse duhet mbaruar ajo që unë kam nisur. Stili juaj i veshjes? Normal, unë më pëlqen të më dashuroj guri me fjalë, jo me kostumin, se nuk më afron një herë ashtu. Më pëlqen me fjalë të jem gjithmonë në rrobet e punës, duke respektuar sigurisht me fjalë apojmentet, takimet një anën tjetër, sipas shkallës me fjalë zyrës që unë do paraqitem. Cili është shqetësimi juaj qytetar në këto momente? Tani mua më vjen keq për diçka për shkakun, sepse ne nuk e kemi kuptuar akoma ç'do thot koncepti popull. Ne kemi leti. O millet, kthejmë 50 veta kokën për shkakun. Populli ka kulturë, ka inteligjencë për shkakun. Gjithsesi unë jam i çik i anashkaluar, pavarësisht se unë kam dhënë shumë idera për shkakun për qytetin tim, por ka qenë shumë vështirë të më shikojnë, saqë ju kam thënë që të më shikoni është shumë vështirë, saqë është për një të verbër që do të shikoj dritën e tij. Çfarë është dashuria për ty? Dashuria për mua është, domethënë, ekzistenca e shpirtit, e embrionit në rrugën e ardhshme. Ajo është dashuria për mua, dhe varet se ku do ta lesh apo ku do ta lesh këtë embrion, ta them, apo kujt di unë. Është qeliza e vazhdimësisë, është dashuria. Po unë nuk quaj dashuri vetëm dashurinë të natyrshme biologjike për shembull, po unë dashuri quaj sepse e vërteta është që unë kam dashuri për të gjithë. Ashtu si dhe Nën Tereza për shembull, qëllimi i Nën Terezës, me sa kam kuptuar unë për shembull në jetën time, ishte ekzistenca e embrionit, dashuria, domethënë që të ekzistojë, domethënë në çdo lloj situate, domethënë të vazhdojë, të shtohet embrioni, të shtohet numri me fjalë në boshtin e rezistencës. Njerëzia, domethënë, duke qenë domethënë pa dhimbje, si mund ta shpjegoj. Kjo është ajo që mendoj unë. Cilat janë ato motive për cilat ju i thoni jetës mirëmëngjes çdo ditë? Gjithmonë qëllon ndonjëherë që dhe në darkë i them mirëmëngjes. Domethënë me zor pres që unë të shkoj me fjalë të vazhdoj. A besoni që ka një magji krijimi, ekziston një magji krijimi? Unë di të them që
Nuk është magji, është çudi, do thoja, sepse më duket ndonjëherë që edhe vetë çudia ku mjofti mua çudit për vete. Frikat e tua? Frikë vetëm tërmeti nga, asnjë gjë tjetër. Unë ju solla aty ku kam lindur, domethënë më së fundi veprën time në Mozaik, por gjithsesi në këtë ambient do ju tregoj për shembull nga ato gurët që kemi parë në natyrë sot, domethënë çfarë produkti del. Figura përballë është një kameleon, domethënë është një gur i vetëm. Guri ishte masiv, disi të thuash gjysmë metër kubi guri. Edhe arrita që nxorra domethënë një figurë, elasticiteti i natyrës, kameleonin, sigurisht që kameleon kaq të madh nuk ka, po unë e bëra të zmadhuar. Gjithashtu me të njëjtin gur, domethënë bëjmen guri me vegje. Nuk jam përmbajtur që të rri të kem një ide, por gjithmonë me fjalë kam krijuar vetë një ide që për të dhënë me fjalë formën e një sendi. Gjithashtu është edhe kjo një enë tjetër guri. Sigurisht që këta janë brenda larmishmërisë tyre, këta janë me një vlerë domethënë të vetën nga ana e bukurisë, domethënë që ka vetë në thelb guri. Ku ndryshon ndjeshmëria juaj ndaj gurit që kemi prekur, gurit gur, dhe kur prek këto gjëra që tashmë këto objekte, të cilat janë transformuar fal punës tënde, artit tënd, talentit tënd? Unë besoj që ndryshoj me gurin me fjalë që në momentin me fjalë që unë nuk e kam punuar gurin. Domethënë ai është i ftohtë, edhe unë jam ajo që domethënë ai nxehti që du të arrijmë të dy të nxehemi brenda asaj që do shohim brenda njëri tjetrit. Domethënë ai është ndryshimi me gurin është në zanafillën e fillimit. Guri është i ftohtë siç e ka lënë natyra për shembull në një moment, i ngurtësuar, edhe fillojmë ngrohemi të dy me fjalë në rrugë sipër. Domethënë duke i dhënë formën e asaj që ne kemi në mend. Po, ndërsa ti prek ta zëm këtë objekt që mua më pëlqen. Po. E përgdhel, e ledhaton, e lë aty, mund të komunikosh me të. A ndryshon kjo nëse përgdhel një gur që është në natyrë, buzlumit? Ndryshon. Atë, po them, fillim fare fillojmë i çik me, domethënë, ndryshe, domethënë me diskutime që çfarë mund të dalësh, çfarë jeti brenda, si të shikoj unë ty. Pastaj arrim në konkluzionin fund fare, për shembull që unë i them po, ajo që ne e tham atje ja ku arrit. Domethënë erdhëm në atë që kishim biseduar. Është moment lumturie dhe kënaqësie? Ajo është momenti më i madh i lumturisë, i kënaqësisë, ajo që unë mbështes dorën për shembull dhe përkëdhel atë. Kjo është preshka e ujit, domethënë më pëlqen sepse është edhe shumë e fuqishme. Për mendimin tim, unë nuk kam vajtur mbrapa asajt, po di të them që breshka shkon deri në fund të oqeanit. Domethënë është shumë e çuditshme pse vezët i bën në tokë. Domethënë vetë rri në ujë, po vezët aman i bën në tokë. Gjithsesi ka shumë janë të pafundna mendimet, si një univers brenda gurit, që të latosh gurin. Kjo është një vepër në skulptur. Guri ka qenë i madh, këtë pjesë guri unë e kam marrë në Itali, Statuary Marble. E kisha kompozuar në mendjen time që të bëja harpën, edhe kam bërë dhe veshin e Davidit për t'i quar dhe Michelangelos një sinjal, edhe kam quajtur melodi e shekujve, sepse po të shikosh me fjalë të gjitha kunjat e telave të harpus, janë 20 tela, kunja që janë të dala, kurse sheku i 21 është vrim sepse duhen vite të plotësohet, për shembull, duhen 85 vjet që të plotësohet edhe ai të dalë.
por jam munduar me fjalë që të ruaj, se njëherë pyetjen ma bën në Angli, se në Angli e kam mbaruar dhe këta. Po pse ke bërë kokën e kalit ke harpa dhe nuk e bërë diçka tjetër? Po se unë kalin e quaj shili perëndis, është i vetmi që nuk e ndryshoj njëherë fizionominë e tij, që në kohën që lindi me atë fizionomi dhe asnjëherë nuk ndryshoj me fjalë në elasticitetin dhe në morfin që ai ka, me bukurinë që ai ka. Jam munduar t'i jap një latim artistik, pak surreal, por çdo gjë unë e shikoj reale, por një vesh i madh, melodia gjithmonë ngjohet me veshin. Ky ka qenë... Kjo lidhet me konceptin tuaj për skulpturën? Por unë nga që jam marrë me pikturën, me skulpturën, edhe fundit është ke mozaiku, por arrita kuptova dhe tjetrën, sepse emri skulpturë për mua do thot drita e të verbrit. Unë faktikisht këtë skulpturë më tepër e kam ndjerë në majat e gishtave, se sa e kam parë. Do më thënë, çdo gjë e shikoja ke majat e gishtave, kurse mozaikun kur nuk e kupton dot me majat e gishtave, shikon, do më thënë, me fosforin e syrit. Kjo ka qenë, po gjithsesi për mua skulptura është drita e të verbrit, sepse të bardh flokët, të bardh veshja, të bardh këpucët, të bardh, do më thënë është diçka pa ngjyrë, po është një volum, do më thënë që len një hije. Do më thënë është, kështu e kam kuptuar unë skulpturën, qofsha gabim, por unë po flas për atë që kuptova unë. Angela, çfarë është për ty të jetosh pranë një babai me dhunti të veçanta, pranë një babai artist? Të jetosh pranë një baba artist është një jetë komplet ndryshe se si të jetosh me një baba normal, në sensin që është artist dhe çdo gjë e lidh me artin. Gjithashtu edhe unë, do me thënë në ato rrymë që jam, mundohem që të përshtatem në jetën artistike që ai bën. Gjithashtu dhe mundohem të përshtatem me anën e ideve të tij. Gjëja pozitive është që edhe unë pra jam në shkollën e artit, kështu që kjo ndihmon për të marrë vesh kryesisht dhe ndihem domethënë jashtëzakonisht shumë e lumtur që dhe ndihem në radhë të parë shumë entuziaste që jam pjesë e një familje artistike të tillë. Jeni mirë kuptuar gjithmonë? Jemi mirë kuptuar gjithmonë në raportin baba-bi, por në raportin profesional jo dhe aq, për arsye se normalisht ai ka idetë veta, unë kam idenë time dhe ka raste që debatojmë në kuptimin e mirë të fjalës debat për ide të ndryshme, pra shkëmbimet e ideve janë gjithmonë në një formë debati midis nesh. Megjithse në raportin baba-vajz jemi shumë në rregull. Në këtë raport çfarë babai është Gëzimi? Në këtë raport është një shok i ngushtë në radhë të parë ku mund të ulesh me orë të tëra dhe të rrish duke e dëgjuar dhe duke i dhënë dhe duke i pyetur, duke i dhënë mendime, duke të shprehur, domethënë atë çka ai mendon rreth gjërave, pra është raport mund ta quaj miqësor në radhë të parë dhe më pas është raporti sigurisht baba-bi. Ndërsa si artist çfarë do i vlerësoje? Si artist në radhë të parë, se një artist nuk e bën vetëm vepra, por një artist e bën në radhë të parë mendja. Kështu që unë në radhë të parë vlerësoj mendjen e tij, për arsye se e quaj si mendje që nuk e gjen. Pra, mund ta krahasosh me Einsteinin ose në raportin e artit, kuptohemi. Por në raportet të tjera që sigurisht e vlerësoj si njeri, si artist, dhe si babain tim, sigurisht. Ke punë të preferuar të ti që vërtet thua, po, jam krenare për të? Për të gjitha punët unë jam krenare, por ajo çka më bën akoma dhe më shumë krenare është përveç mozaikut që punimit të fundit që ai ka përfunduar, tani afër, jam edhe krenare mbi një punë të cilën ai e ka bërë shumë vite më përpara dhe quhen Melodia e Shekujve. A ka të meta babai yt? Sigurisht asnjë nuk është perfekt.
Të gjithë kemi të meta, por besoj se të metat I plotsojmë pozitivitetit, kështu që s'ka problem. Duke përfituar nga mundësia dhe nga kamera, çfarë do t'i thoje babait, duke u drejtuar nga kamera? Do t'i thoja që jam jashtëzakonisht shumë krenare për ty, në radhë të parë jo se jam bija jote, por sepse unë kam qenë protagoniste që në fillim të jetës time pranë teje dhe jam jashtëzakonisht shumë e falenderoj Zotin që më ka dhënë një dhuratë të tillë. Për mua ka qenë privilegj dhe kënaqësi që kam njohur gëzimin shpejt, e kam njohur në ditë kur Shqipëria përjetonte ngjarje shumë dramatike ndryshimesh për pozitivitet. Më pas kam mësuar që ose pas shumë vitesh jemi ritakuar, na ka takuar arte. Njëherë na ka takuar ndryshimi I sistemeve, më vonë na ka takuar arte. Mua tek unë flen dhe shfaqet poezia, tek gëzimi piktura dhe skulptura. Por duke njohur tek arte, kam vënë re që gëzimi në mënyrë të vazhdueshme fillon dhe I ngjet gurit. Domethënë jo thjesht nga pamja, por duke jetuar me të, duke punuar mbi të dhe duke jetuar në mënyrë virtuale me gurin, ai ka filluar të ngjasojë gurit që punon dhe I jep jetë. Në këtë lumë ku ky merr gurt, shoh që nuk ka gjë më të bukur se gurin, dhe unë e dua gurin, sepse aty janë gjitha ngjyrat. Aty është jeta, aty është rrenja, dhe ky ka ngulur rrenjët në të gurt e vendit tij, qytetit tij, gurt që u jep jetë, u jep pamje dhe u jep gjuhë, dhe tani janë ata gurtet I janë të përbothshëm. Domethënë nuk kanë mbetur me gur të lumit të librazhit, por janë gur që kanë marrë jetë dhe kanë marrë përmasat e jetës të frymës, të mesazhet të transformuar nga dashuria e tij për gurin, por edhe nga arti I padiskutueshëm që është brenda gëzimit. Jam një nga miqtë e gëzimit, mund të jem nga njerëzit që kam parë më shumë të vepër përjashto gëzimin dhe familjarët e tij, me qindra herë. Sa herë vjen këtu, të shtang dhe të lë përpara. Kam sjellë shumë shokë miq, që nga Gjirokastra deri në Shkodër, që nga Tropoja e deri në Korçë. Nga të gjitha anët e Shqipërisë, cilët duke parë fotot në celularin tim, nuk e besonin që ish mozaik, kujtonin se ish pikturë. Kur vinin këtu në vend, kërkonin prap, vinin sërish. Po mund të jenë me qindra, ata domethënë që kanë kërkuar vetë vinë këtu nga kurioziteti. Përveç saj, duke ardhur shpesh në Librazh, unë kam gjetur me 10 herë këtu autobus me turist polak, norvegjez, anglez, nga si ishin aq sa, domethënë gëzimit I thoja, "Gjë, hap një pikë edhe se po harxhon kohë duke I pritur. Hap një pikë edhe priti." Të huajt janë të shumë. Edhe nga ata që shëtisin me bicikleta me çantë shpine, se ku e kanë gjetur adresën e kanë gjetur adresën e gëzimit atje te punishtja, kanë shkuar e kanë marrë te punishtja dhe gëzimi ka qenë I hapur, u ka shërbyer, ka lënë punën, ka ardhur I ka sajdisur, po domethënë një autobus merr edhe 50 veta, 50 veta një herë. Mozaiku është diçka që është në plan të rrafshët, mirë po sa I aftë je dhe sa I fuqishëm je që të japësh tridimensionalen, të futësh atmosferën, të largosh horizontin, të sillësh objektin jashtë. Domethënë është një pikturë kavaleti në kuptimin konceptual të ngjyrës, por aman ndryshimi është me gur edhe nuk është me bojna, se bojnat ka shtisen kollaj ose prodhohen në një fabrikë që mund t'i marrësh një firme, Rubens, Goya apo kujdi unë. Po unë kam marrë gur nga gjithë kontinentet edhe kam vendosur për të krijuar këtë mozaik. Po gjithsesi jam I fuqishëm sepse e bëra re me fjalë, e ngrita gurin e bëra re. Kjo vepër u nis duke u bazuar në 4 pika. Nga tema, nga ideja, nga qëllimi edhe motivin. Ka 4 pika brenda kjo vepër. Tema e kësaj vepre është se sot jemi në shekullin 21. Edhe primarja, faktikisht, sot në këtë shekull, është sporti, sidomos futbolli. Edhe unë desha të gëshetoja, domethënë, në temën time, futbollin me artin.
Shumë veta vinë e pyesin, thotë pse ke bërë Abramovicin. Nuk është se kam bërë thjesht Abramovicin, po ai mori Chelsea, që hapi derën e kësaj përjetësie. Edhe faktikisht në gjithë gjuhët e botës me shqiptarët i themi Chelsea, që ka ky dorë. Domethënë për mua kuptimi lidhi kuptimin. Domethënë atë që studiova hyra më tepër në thelb. Tani ideja e kësaj vepre është rruga e atij embrionit, trajektorës ti, në boshtin numerik që kemi lënë për gjysmë, domethënë që patke punishtja. Ne kemi arritur domethënë ke pjesa e embrionit që është takuar në boshtin e rezistencës. Në kohën që ka lindur Krishti, që u thy koha para Krishtit, mbrapa Krishtit. Po unë kam gjetur për shembull me zmadhime, se po di unë se kur ka qenë Noja, atëherë ja vej më mirë me fjalë sa është, domethënë sa milimetra larg Krishtit jemi. Tani unë kam nxjerrë për shembull që Da Vinci, Michelangelo kanë qenë para 500 vjetëve, apo jo? I përkasin 1500-ës. Unë sot ndodhem në shekullin 21, po për mua nuk ka rëndësi kjo. Arti për mua është arenë, siç është arena e futbollit. Për mua ka rëndësi në rrugën tjetër të trajektores embrionit, sa do rezistoj kjo dhe sa do rezistoj Mona Lisa. Unë di që, sepse sigurisht ata janë hynor, derisa arritën bën atë që ishte revolucion në atëherë, në atë kohë. Kjo nuk do të thotë që ne do të ngelemi vetëm ke Pelja, se ka qenë pasaj më mbrapa, për shembull, ka qenë Sokrates, Maradona, kemi arritur ke Messi, ke Ronaldino, e kupton, ka vazhdimsi, domethënë arti është arenë në një farë mënyre, është si puna e futbollit, por për mua, për shembull, e rëndësishme dhe domosdoshme është, edhe jam i sigurt që kjo vepër do rezistoj deri sa toka të bëhet thërrime. Domethënë, në qoftë se toka do bëheshe 1 centimetër, domethënë nëse do bëheshe 1 centimetër, atëherë mozaiku do shpërngulet, sepse kjo nuk thyet më. Kjo është pavarësisht se unë kam nisë maratonën, nisa maratonën 5 shekuj më mbrapa. Por aman, unë e di që do vazhdoj deri në fund tokës, deri në fund jetës që ka globi jon. Pra kjo është ajo që mbetet nga ti? Kjo është ajo që mbetet nga mua. Tani, qëllimi im është revolucion në art. Ai është qëllimi im. Të bëj revolucion në art për të treguar, domethënë, duke mirëpritur me fjalë të gjithë kritikat, të gjithë mendjes që janë në strukturën e artit, të më thojnë që kam apo nuk kam të drejtë, për këtë që unë çka po tregoj. Unë atë të fundit motiv që kam, është sepse kjo për mua e ka emrin përjetësi. Dhe për të mbritur tek ajo që ti e quan përjetësi, është guri që të ka ndihmuar dhe pasioni dhe dëshira për gurin? Sigurisht, po mos ishte, domethënë, guri që për mua është zanafil, është fillimi i fillimit, nga fillimi mund ta them, edhe do jetë i fundit. Si është punuar? Të them të drejtën, e kam filluar nga erta e dritës së syrit, nga bebja e syrit. Edhe e kam përfunduar nga pasqyrimi i rrezatimit të perëndimit. Është punuar krejt ndryshe nga çdo mozaik. Jam munduar të heci paralel, duke mos prishur as formën, as dritën, edhe duke menduar gjithmonë që nuk është thjesht gur ajo që po vendos, po janë ngjyra të ngurtësuara që duhet të futen në kuadratin përkatës. Kështu që kjo mua më ka ndihmuar të studioj shumë, se nga 5.000 gur, 10.000 gur, një gur të futet në kuadratin përkatës, nuk futen 2 për një herë. Kështu që kjo mua më ka ndihmuar që të studioj. Në thelb është qyllimi Penelopit. Shumë herë kam tjerrur, shumë herë kam çtjerrur në këtë mozaik. Sot vija 15 gur, nesër hiqja 50, pas nesër mundohesha të vija 70, hiqja 2. Domethënë, kjo lojë është bërë këtu e 9 vjet e gjysmë me këtë krijim.
por gjithsesi unë jam i lumtur që kuptova dhe jam i vetëdijshëm që në çdo kuadrat të këtij mozaiku unë kam vendosur dijen me vetëdije. E di pse e kam vendosur atë kuadrat dhe di vlerën e atij kuadrati. Fundja fundit mozaiku është jo vetvetja. Mozaiku është gjithvetja. Emri skulpturë është një kuadrat në mozaikun e jetës. Emri pikturë, emri doktor, emri inxhinier janë një kuadrat, të gjithë plotësojnë për shembull familjen e tyre brenda kuadratit përkatës. Por mozaiku është ai që nuk futet dot brenda një kuadrati. Gjithë kuadratet futen brenda kësaj shtjelle. Është zanafilla e jetës nga fillimi i fillimit, mozaiku. Siç ka filluar vetë jeta, filloi me një copë, domethënë ishte iceberg, ishte akull, ishte nuk e di ti, por aman filloi edhe me një numër, numri për mua është embrioni. Vazhdoi edhe me një ide, që ideja është njeriu, ai që vret mendjen. Domethënë ka kuptim në atë që unë mendoj që është. Unë nuk dua të keq kuptohem, se unë nuk di, se për mua e ditura edhe e shkruajtura dituria ka një kuptim shumë të madh. Unë nuk jam i ditur, por është uria që ka dita më futet mu në kokë e mëson atë që nuk e dija më përpara. Kjo është ndryshimi, domethënë, ajo që mua më ka ndihmuar të avancoj brenda këtij krijimi. Çfarë ndodh me ty Gzim kur je në një X vend me një punë të tillë të përfunduar? Pra, je shtrirë në krevat edhe e din që pikërisht në këtë vend ekziston prehet vepra jote. Kam filluar të los me kuadratin. Domethënë pavarësisht se jam në shtëpi apo kudo jetë, për shembull, dhe ky mozaik është këtu, unë los me kuadratin. Domethënë filloj studioj profilin brenda kuadratit, rëndësinë e atij kuadrati, volumin e atij kuadrati. Për mua është një lojë, jo lojë, nuk mund ta quaj lojë, por është një zhvillim që më ka dhënë në trurin tim ky mozaik. Më ka mësuar abetaren, mund ta them, ose është abetarja ime. Unë di të them për shembull që nga ky mozaik e kuptova përse në të gjitha abetaret e botës Germa më është më në qendër të abetares. 36 kemi ne, 18 është Maja, 24 ka Greku, 12 është Maja, 26 ka Anglezi, 13 është Maja. Atë pse me fjalë mua ma ka dëftyr mozaiku, ose fundja fundit është edhe pyetja tjetër, se pyetje janë këto. Pse Germa shkruajt në fillim e nuk u shkruajt B-ja? Janë pyetje. Pra, ne si njerëz do t'i rikthehemi një herë për shembull njerëzit që merren, sigurisht do t'i rikthehemi për shembull kuptimit që të shpjegojmë të paditurën, të shtjellojmë atë që nuk kuptohet, e them unë. Por për mua mozaiku është jeta. Domethënë unë kudo që t'jem, edhe në qoftë se nesër pas nesër kjo punë do largohet, për mua është ajo që unë nuk do duroj dot pa vajtur pa e parë, sepse është ajo që do i rezistoj deri në fund të boshtit të rrugës trajektore së boshtit embrionit, të boshtit numerik rrugës trajektore së embrionit. Domethënë është fillimi dhe fundi. Mozaiku i është ignition, i është drejtësia, apo unë kam netur shumë vite që ta ngrej në kam segmentin. Për mua fuqia është rezistenca në boshtin numerik me kohën. Për mua unë e quaj është kodi planetit. Gjithsesi unë jo thjesht që mbarova këtë vepër. Unë nuk dua, unë e urrej të pamerituar, por ama adhuroj meritën e asaj të merituare që unë meritoj. A kam të drejtë, a nuk kam të drejtë. Fundja fundit unë po kërkoj të dytin në arenën time. Kush është i dyti në botë? Pak rëndësi ka se qa jam unë, linda në Shqipëri apo diku gjetka, apo më the thash, unë kërkoj të dyti në botë. Kjo është ajo që mua do më kënaq, do lumturohem dy fishi i kësaj që unë kam bërë deri tani. Është diçka që më ka dhënë mu shumë dhimbje, por ama më ka dhënë shumë gëzim. Domethënë, për mua është lufta e Trojës. 10 vjet zgjati, po për mua është një luftë që unë e fitova, ose mund të them me fjalë, kjo është harku i Odises, që nuk e hap njëri në botë përveç me.
Do thënë këtë gjë unë e them me bindje.